Tregu i karburanteve në vend është duke monitoruar nga qeveria, por deri tani nuk është vënë re asnjë abuzim me çmimet në treg. Në mbledhjen e qeverisë, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj pohoi se aktualisht nuk është konstatuar një situatë alarmante. Gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hymë në atë regjim. Ministria theksoi se monitorimi po bëhet duke analizuar 3 faktorët kryesorë që ndikojnë në çmimin e karburanteve në vend. Konkretisht, ne do të marrim nga administrata doganore, do të marrim çmimet e bursës për 3 lëngjet që unë sapo përshkrova, çmimi i bursës të cilët i referohet dogana dhe i atyre lëndëve që hynë në vend, merret nga platforma Plac, në të cilën doganat kanë akses. Ne do të marrim çmimet e Placit dhe gjithashtu do të shohim se me çfarë çmimi çdoganojnë çdo ditë kompanitë e shumicës, për të kuptuar pastaj nga ana tjetër do të mbledhim çmimet e tregut, pra çmimet e tregtimit me pakicë. Pa përmendur raste konkrete, Ibrahimaj u shpreh se në momentin që do të evidentohen abuzimet, do të merren masat e nevojshme. Nëse çmimi do të kalojë nivele shumë të larta, ne do të marrim masat e duhura. Në fund, ministri shtoi se kompanitë private i kanë rezervat e naftës, ashtu siç e parashikon ligji në fuqi, për mbajtjen e rezervave për 3 muaj në rast se importi ndërpriten ose çmimet në bursë rriten me shpejtësi.